77 vjeçari Xhafer Islami prej 35 vitesh është një nga lexuesit e rregullt të bibliotekës së qytetit Agim Spaiu. Ai tregon se më së shumti lexon shtypin e shkruar. Gjatë gjithë viteve të demokracisë, bibliotekën e kam frekuentuar her pas here. Jo ndoshta çdo ditë, po her pas here kam marrë, kam komunikuar edhe me shtypin, edhe me gazetat e javore. Xhaferi shprehet se krahas gazetave ka një interes të veçantë edhe për librat. Unë jam I vjetër elektronikën, nuk e përdori dot, se kanë hum reflekset e pleqve humin, nuk e ruajn dot. Veç kur më ndihmojnë të rinjit për ndonjë problem, për ndonjë pyetje që dua t'i bëj internetit. Këto kështu nuk e vlerësoj. Edhe librin studimor nuk e vlerësoj. Thot mi jep internetit gjitha. Bëhen debate, themu jo, libri studimora më I gjerë, kurse interneti më duket si një enciklopedi, pak nga të gjitha. Këshilla nga lexuesi 77 vjeçar për të rinjt është mos u shkëputni nga marrja e dijes përmes leximit të librave.